Thuaje këtë dua me sinqeritet të plot dhe besim të palëkundur, çdo herë kur të kesh nevojë për diçka dhe do të shohësh inshallah si Allahu do të sjellë mbi ty bekimet dhe mrekullitë që zemra jote kërkon. Përsërit pas meje. O Allah, ti je krijuesi i qiellëve dhe i tokës, njohësi të fshehtës dhe i të dukshmës. Ti je mëshiruesi më i madh dhe më i fuqishëm. Të lutem ty, o Zot i gjithësisë, përmes mençurisë së pafundme dhe mëshirës së pakufishme, më dhuro një mrekulli që do të sjellë lehtësi në zemrën time dhe qartësi në rrugën time, që do të jetë për të mirën time më të lartë dhe të mirën e të tjerëve. O Allah, asgjë nuk është e vështirë për ty, dhe ti mund të bësh të mundur atë që duket e pamundur. Ja Rab, o Zot im, unë vendos besimin tim vetëm te ti dhe të kërkoj të më përmbushësh nevojat e mia dhe të më japësh lehtësinë në pranimin e duajave të mia. Amin.